Artisti I njohur Agim Sulaj, I vlerësuar në botë me veprat e tij, këtë dhjetor ka çelur në Vlorë ekspozitën Rrënjët. Veprat e Agim Sulajt janë prezantuar në këtë ekspozitë për publikun, I cili rikthehet në Vlorën e tij të dashur. Ekspozita në Hollin e Teatrit Petro Marko mblodhi ardashës, piktor, intelektual dhe shumë qytetar. I pranishëm edhe drejtori I Teatrit Petro Marko të Vlorës Artur Dhamo, që mirëpriti ekspozitën në këto mjedise. Piktori dhe karikaturisti I njohur Agim Sulaj tregon se në aktivitetin e tij artistik ka gjithmonë dëshirë që të vijojë të jetë me prezantimin e veprave të tij në Shqipëri dhe në veçanti në Vlorë. Ai ka shprehur kënaqësinë e tij për ekspozitën që u hap në Teatrin Petro Marko në këtë tempull të artit në Vlorë, që ka nxjerrë shumë artistë, dhe që ishte dëshira e tij të prezantonte një pjesë të artit në qytetin bregdetar, ndërsa premton se do të jetë sërish në sezonin turistik për të prezantuar karikaturat dhe humorin. Mirë se erdhët. Është një kënaqësi e madhe për mua si Agim nga Vlora dhe si Agim piktor I lindur dhe I krijuar në qytetin e Vlorës. Dhe gjithashtu është kënaqësi e madhe në këtë teatër që kanë nxjerrë artistë, aktor, piktor, me Sabaudini kujtoj, me të tjerë, Ovaneze, me të tjerë. Dhe njëkohësisht që kam afër dy kolosët e shkollës të mrekullueshme të qytetit tonë, Nestor Jonuzin edhe Gondinën, që vazhdojnë krijojnë edhe pikturojnë në këtë qytet të mrekullueshëm. Ardhja në këtë vit në këto ambiente për qytetin e Vlorës ishte një dëshirë imja që të prezantoja një pjesë të artit tim në këto ambiente. Ju falemnderit për ardhjen këtu. Një pjesë e krijimtarisë time, karikaturat dhe humori do të prezantohen në një moment të dytë në këtë qytet, kur të ketë çik më shumë diell dhe ngrohtësi kur të hapet sezoni turistik. Ju falenderoj për vizitën tuaj, tani kam shumë dëshirë, sepse në kohën kur ishim atë gjatë kohëve të shekullin e kaluar, kishim një traditë që të gjithë flisim dhe kishim një lidhje krijuese që fliste Nestori, fliste Gonja dhe unë shqyr që I kam I thash aman përthoni vetëm në një fjalë që të më kujtoni atë ritmin. Artisti I njohur Nestor Jonuzi thot se brenda krijimtarisë Agim Sulaj ka bërë autoportretin e tij. Piktori nuk u lëkund, por vazhdoi tek stili dhe puna që ai e bënte me shumë qejf. Puna e Agim Sulajt të krijon emocion, ka thënë Jonuzi. Agimi është Agimi edhe këtu. Është në stilin e tij dhe kjo punë e stilit ka shumë rëndësi. Është ADN-ja e Agimit, të gjitha pikturat e tij. Dhe ka bërë gjë më të bukur që e kaloi atë periudhën. Dhe t'i themi të shkurtër, shqyr për fat Zotit, por tranzitore njerësh, se në politik periudha tranzitore nuk pas ka fund. Kemi ngëcur atyne. Dhe ky nuk u lëkund, vazhdoi gjithnjë tek stili, tek puna që ai e bënte më me shumë qejf. Dhe shpikërisht kjo punë që ju shikoni këtu. Ky lloj stili, ky është Agimi. Ca I thonë primitiv, ca I thonë fotograf, ca I thonë nuk kanë rëndësi fare këto për mua. Këto nuk kanë fare rëndësi. Çfarë ka rëndësi këtu? Rëndësi ka që Agimi këtë që e bën dhe të krijon emocion. Ajo punë e emërtimit të disave që I thonë jo foto, jo ashtu e po kështu, ajo vjen nga nuk do të thyj njeri, po është një lloj ignorancë. Se Agimi kupton shumë mirë këto gjëra. Ku dallohet fotoa, ku dallohet piktura. Piktura Agimi dallohet për ngarkesën emocionale që ka. Aty përfshihet kujtesa, nostalgjia, historia. Të gjitha çka ndëron njeriu. Piktori vlonjat Agrondine tha se Agim Sulaj ka një gamë të gjerë të punëve të tij, si dhe një fantazi, e cila është shumë interesante dhe e dashur nga brezi në brez. Agimi ka mënyrën e vetë të shprehurit dhe ka gjetur atë mënyrë për të thirrur suksesin dhe për të thirrur shikuesin te tablot e tij, duke realizuar me mjeshtëri çdo detaj në krijimtarinë e vet. Dhe ka një gamë të gjerë kapur, që nga tregushi tek luftëtarët e rilindjes, nga luftëtarët e rilindjes te rrugicat e fëmirisë. Domethënë e gjen që shëtit me fantazinë e tij me një gamë të gjerë. Ashtu dhe kjo e bën më interesante akoma dhe më të dashur edhe me brezat mosha të ndryshme krijimtarinë. Agim Sulaj është një artist që lëvron gjininë e portretit dhe peizazhit hiperrealist dhe karikaturës. Në fushën e karikaturës, ai ka marrë 10 çmime ndërkombëtare,
por përfshi këtu edhe çmimin Oscar. Prej vitesh krijimtaria e piktorit Agim Sulaj është në vëmendje gjithmonë duke prezantuar punime me të cilat ai përcjell mesazhe. Ndër vite ai ka ekspozuar dhe ka marrë vlerësime jo vetëm në të 4 anët e Italisë, por edhe në Greqi, Amerikë, Turqi, Belgjik, Francë, Azerbajxhan, Kin, Iran, Hungari, Poloni, Bullgari, Luksemburg e të tjerë, ndërsa rikthimi në Vlorë është një emocion shumë i veçantë për të.